Nuk është çudi që ai që ka më pak tani vota të fitoj në balotazh për arsye se përkrahja mund të në forma të ndryshme, duke joshur qytetarët, duke punuar më shumë me ta, duke pasur koalicione të heshtura, të mshefta, shkurt e shqip, mund të ndodhë që i fundi dali pare. Nëse Prishtina është prioritet edhe për LDK-n edhe për vetëvendosjen, por Tazan vetëvendosja ka prioritet edhe Mitrovicën, PDK-ja ka prioritet Prizrenin, LDK-ja ka po ashtu Pejen, sepse është një ide që të krijohet një hartë ku do të ketë disa fitues në mënyrë që të mos ketë fitues dhe humbës. Është më shumë e mundshme që të përsëritet ajo që ka ndodhur në zgjedhjet e kaluara, që votat e PDK-s, domethënë, t'i shkojnë kandidatit të LDK-s. Është paparashikueshme, pikërisht për arsye se balotazhi si institut është i tillë që krijon mundësinë për llogari, kalkulime dhe kombinatorika. Çka do thotë kjo? Partitë politike, më mbase, si edhe më herët, mund të bëjnë koalicionet të msheftat, domethënë të heshtura, dhe të tilla dhe publike që ta përkrajnë njëri tjetrin. Dhe prandaj nuk është siç ka ndodhur edhe më herët në ciklet tjera zgjedhore, nuk është çudi që ai që ka më pak tani vota të fitoj në balotazh për arsye se përkrahja mund të në forma të ndryshme, duke joshur qytetarët, duke punuar më shumë me ta, duke pasur koalicione të heshtura, të mshefta, shkurt e shqip, mund të ndodhë që i fundi dali pare dhe i parit të mos fitojnë në balotazh. Pra, the presim, ka shumë komuna. Ajo që është e rëndësishme dhe dobishme do të ishte që merren vesh, të bashkëpunojnë partitë politike, nuk janë armiq mes vete, as duhet trajtohen si tillë, në mënyrë që të bëjnë koalicione, nuk është e panatyrshme. Bashkëpunimet në balotazh do të varen krejtësisht nga presionet që do t'i kenë partitë politike për të arritur sukses. Pra, është e qartë që disa parti i kanë piketuar, i kanë zgjedhur disa komuna, cilat janë më të rëndësishme për ta se sa komuna tjera, dhe me siguri se aty do të bëjnë çmos për t'i fituar, ndërsa në anën tjetër ka dhe vende tjera me cilat nuk janë marrë, nuk kanë investuar politikisht. Prandaj çështja kryesore do të jenë se sa do të jenë në gjendje që ta ndajnë pushtetin me ato parti të cilat do t'ju ndihmojnë në balotazh për t'i fituar komunat, sepse elektoratet janë pak a shumë të qarta, pra dihet edhe veçanërisht strukturat tashmë janë në terren dhe do të dihet qartë se cila parti ka ndihmuar partisë tjetër. Mirë po, çdo gjë do të jetë do të marrë nga prioritetet. Tazam, nëse Prishtina është prioritet edhe për LDK-n edhe për vetëvendosjen, por Tazan vetëvendosja ka prioritet edhe Mitrovicën, PDK-ja ka prioritet Prizrenin, LDK-ja ka po ashtu Pejen, sepse është një ide që të krijohet një hartë ku do të ketë disa fitues në mënyrë që të mos ketë fitues dhe humbës absolut, dhe pastaj secila parti ta interpretoj atë rezultat si një fitore. Do duhet të ishte shumë mirë që partitë në nivelin lokal të kishin më shumë autonomi në vendimarrje dhe të merrin vendimet sipas interesave të tyre, pa u dirigjuar në mënyrë të plotë nga qendra. Kjo do të arriste edhe demokracinë. Prishtina është ndoshta ka një elektorat më të pavarur dhe në njëjtën kohë shërben ndoshta si paralajmërues për trende. Atëherë është më shumë e mundshme që të përsëritet ajo që ka ndodhur në zgjedhjet e kaluara, që votat e PDK-s, domethënë, t'i shkojnë kandidatit të LDK-s, dhe kjo e bën domethënë më të mundshme që të vazhdohet pushteti, sidomos domethënë kur ki parasysh ndarja në kuvendin komunal.